Horoskopi ditor, e shtunë, 3 janar 2026, Dashi. Ata që janë në një lidhje do të ndihen më të dashuruar se kur gjatë kësaj dite, edhe do i shprehin me pasion ndjenjat që do të kenë në zemër. Beqarët do të kalojnë momente fantastike dhe do e ndryshojnë shumë shpejt jetën sentimentale. Financat mund të kenë tronditje të vogla për disa persona, dhe ata nuk do të mundin do të kryejnë shpenzimet e menduara. Demi. Ditë të jetë e trazuar kjo e sotmja për të gjitha ata që janë në një lidhje. Nuk do të merreni vesh si duhet me partnerin dhe problemet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të mundohen pak, por më në fund do të arrijnë të bëjnë për vete një person që pëlqejnë. Në planin financiar gjëra do të ecin për mrekulli dhe nuk do të keni as pak nevojë të mundoheni për të mbajtur gjatë gjithë kohës ekuilibrin. Binjakët. Nuk do të kënaqeni aq sa duhet me partnerin tuaj sot dhe në disa momente mund të mërziteni dhe të bini në melankoli. Mundohuni të mos e humbisni për asnjë çast komunikimin. Beqarët do e gjejnë princin e tyre të kaltër dhe do të fillojnë me ta një lidhje të jetë emocionuese. Në planin financiar gjëra do të mbeten të kënaqshme, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër se zakonisht. Gaforia. Tregohuni sa më të drejt për drejt me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, sepse vetëm në këtë mënyrë lidhja juaj do të eci ashtu si duhet. Me gënjeshtra nuk mund të mbërini askund. Beqarët do të ndihen gati të pranojnë ftesat që do t'ju bëhen dhe do të nisin histori dashurie të veçanta. Gjendja e buxhetit do të vijë dal nga dal duke u përmirësuar. Do të ndiheni të qetë kur të kryeni shpenzimet e domosdoshme. Luani. Fillimi i ditës do të jetë paksa problematik për ata që janë në një lidhje, por gjithçka do të zgjidhet shumë shpejt dhe ju do të ndiheni më të qetë. Beqarët do të jenë të ngarkuar me punë dhe nuk do të mund të fillojnë dot një lidhje, si e kishin ëndërruar. Në planin financiar gjëra do të fillojnë dal nga dal të stabilizohen dhe kjo fal ndihmës dhe mbështetjes së madhe të familjarëve. Virgjëresha. Jeta në çift do të jetë mjaft harmonike gjatë kësaj dite. Do të ndiheni për mrekulli në krahët e partnerit dhe kënaqësitë do të jenë të papërshkrueshme. Beqarët do të jenë të arsyeshëm dhe nuk do të hedhin asnjë hap të pamenduar. Për këtë arsye, gjithçka do t'ju ecë mirë. Në planin financiar tregohuni të arsyeshëm dhe çdo shpenzim kryeni me maturi. Gjendja do të mbetet e qëndrueshme. Peshorja. Do të mbylleni në vetvete sot dhe nuk do t'ja shprehni partnerit ato që ndjeni. Ai do e ketë të vështirë t'ju kuptojë dhe përpasoj t'ju plotësoj edhe dëshirat. Beqarët më në fund do të arrijnë të tërheqin pas vetes ato që kanë pëlqyer prej kohësh dhe do të futen në një tjetër etapë. Situata financiare nuk do të përbëj asnjë lloj problemi. Do të dini mirë sa të shpenzoni dhe sa të hiqni menjan. Akrepi. Do e mbroni nga çdo kush dhe nga çdo gjë lidhjen tuaj gjatë kësaj dite. Do të qëndroni më tepër kohë së bashku me partnerin dhe do të dashuroheni si kur më parë me të. Beqarët do të ndihen mirë dhe ashtu si janë, prandaj do të presin që gjërat ju ndodhin vetë dhe nuk do të kërkojnë asgjë me ngulm. Buxheti do të jetë më i mirë se kur ndonjëherë. Do të kryeni edhe ndonjë investim më tepër. Shigjetari. Nëse jeni në një lidhje, dita e sotme do të jetë e mbushur me të papritura. Shpeshherë do të ndiheni keq dhe do të vuani në qetësi. Beqarët duhet të reflektojnë një herë me kujdes përpara se të hedhin çdo lloj hapi, sepse për ndryshe do e lëndojnë tej mase veten. Gjendja e financave do të mbetet e mirë për aq kohë sa ju do të duhet të menaxhoni me kujdes ato. Në të kundërt do të ketë tronditje. Bricjapi. Yjet do të kujdesen për çdo detaj sot dhe do t'ua bëjnë jetën në çift edhe më të bukur se kur më parë. Shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët do të jenë shumë të shpërqendruar dhe as vetë nuk do të dinë çfarë të bëjnë më parë. Gjendja financiare do të jetë premtuese. Të paktën do të kryeni pa frikë disa shpenzime të nevojshme dhe nuk do të kërkoni ndihmë nga të tjerët. Ujori.
Planetët do të krijojnë një atmosferë konfliktuale sot në jetën tuaj në çift. Nuk do të ndiheni as pak mirë dhe do të preferoni të largoheni sa më shpejt prej atij që keni në krah. Beqarët do të flirtojnë gjatë gjithë kohës me disa persona, por kur ata t'u afrohen, do të druhen të pranojnë ftesat e tyre. Në planin financiar, jo vetëm që nuk do të keni vështirësi, por gjendja do të vijë duke u përmirësuar. Peshqit. Do të merreni vesh mirë me partnerin tuaj sot, dhe madje me mirë kuptim do të zgjidhni edhe disa mosmarrveshje të së kaluarës. Në mbrëmje do të dashuroheni për mrekulli. Beqarët do të realizojnë takime me shumicë, por asnjëri nga personat nuk do t'ju duket aq i përshtatshëm sa për ta pasur në krah. Në planin financiar do të jeni të kujdesshëm dhe gjërat do t'ju ecin si duhet.